Dua përgjigje të bazuar vetëm në fakte shkencore. Nuk dua që të përdorësh metafora, thjesht vetëm përgjigje të bazuar në fakte shkencore. Të kuptova plotësisht. Çdo përgjigje që do t'jap, do të mbështetet vetëm në fakte dhe të dhëna shkencore. Nuk do të përdor metafora dhe do të fokusohem saktësisht në argumente të verifikuara. Ti vetëm më thuaj çfarë pyetje ke. Në vendimet e rëndësishme, duhet ta dëgjojmë më shumë trurin apo zemrën? Shkencërisht, vendimmarrja është procesi i trurit. Truri integron informacionin, analizën dhe emocionet. Sistemet si korteksi prefrontal vlerësojnë pasojat, ndërsa sistemi limbik përpunon ndjenjat. Pra, është truri ai që duhet të dëgjojmë, sepse ai i përfshin të dyja. A mund të na mashtrojë zemra më shpesh se truri? Po, është e mundur. Studimet tregojnë se emocionet, të cilat prodhohen nga truri, sidomos nga sistemi limbik, mund të aktivizohen më shpejt dhe të anashkalojnë arsyetimin racional. Kjo quhet vendimmarrje impulsive. Në situata të tilla, ndjenjat e forta mund të marrin përparësi ndaj arsyes. A mund të jesh i lumtur nëse gjithmonë vendos vetëm me logjik? Sipas kërkimeve në psikologji, lumturia lidhet me përmbushjen emocionale, marrëdhëniet dhe qëllimet personale. Vetëm logjika, pa përfshirë elementet emocionale, mund të sjellë vendime praktike, por jo domosdoshmërisht lumturi. Ndaj, për një mirëqenie të plotë, truri integron si logjikën, ashtu edhe emocionet. Kur dashurohemi, kush vendos më shumë, truri apo zemra? Kur dashurohemi, truri është ai që vendos. Ndjenjat e dashurisë burojnë nga proceset neurokimike të trurit. Hormone si dopamina, oksitocina dhe serotonina ndikojnë në përvojën e dashurisë. Pra, vendimet janë rezultati i trurit, jo i zemrës. A duhet të qëndrojmë me dikë që zemra e do, por truri na thot të largohemi? Shkencërisht, truri vlerëson rrethanat, pasojat dhe mirëqenien afatgjat. Nëse truri thot të largohesh, do të thot se ka analizuar rreziqe ose pasoja të mundshme. Në fund, vendimi i arsyeshëm është ai që siguron mirëqenien fizike dhe psikologjike në afatgjat. A është intuita zë i zemrës apo proces i trurit? Intuita është një proces i trurit. Ajo bazohet në përpunimin e shpejtë dhe të pavetëdijshëm të përvojave të mëparshme, njohurive dhe modeleve që truri ka ruajtur. Nuk ka të bëjë me organin e zemrës, por me rrugë të përpunimit të të dhënave në trurin tonë. A është më mirë një vendim i gabuar nga zemra apo një vendim i ftohtë nga truri? Shkencërisht, një vendim i gabuar ose i ftohtë vlerësohet nga pasojat. Vendimi më i mirë është ai që bazohet në të dhëna të sakta, analizë racionale dhe, kur është e nevojshme, marrja parasysh e emocioneve në mënyrë të ekuilibruar. As gabimi e as ftohtësia nuk janë qëllime. Synimi është një vendim i informuar nga truri. A mund ta kontrolloj truri dashurinë? Po, truri kontrollon procesin e dashurisë. Hormone si dopamina, oksitocina dhe vazopresina prodhohen nga truri dhe ndikojnë në lidhjet emocionale. Pra, përjetimi i dashurisë është një funksion neurologjik. Pse ndonjëherë dim se diçka është e gabuar, por përsëri e bëjmë? Kjo ndodh sepse truri ka sisteme të ndryshme. Sistemi i shpërblimit, i cili lidhet me dopaminën, mund të na motivojë të përsërisim sjellje të njohura, edhe kur e dim racionalisht se janë të gabuara. Truri përballet me disonancë njohëse, ku një pjesë e tij e di gabimin, por një pjesë kërkon kënaqësi afatshkurtra. Kjo është një veçori e njohur neurologjike. Në miqësi, duhet të besojmë ndjenjat apo faktet? Në një miqësi të shëndetshme, faktet janë thelbësore për besueshmërinë, por edhe ndjenjat janë të rëndësishme për afërsinë emocionale. Truri ynë i përpunon të dyja. Faktet na ndihmojnë të dallojmë realitetin, ndërsa ndjenjat reflektojnë vlera dhe besimin e ndërsjellë. Në fund, një miqësi e fortë mbështetet në një ekuilibër të dyjave. A na çon zemra drejt lumturisë apo drejt zhgënjimit? Nga këndvështrimi shkencor, zemra nuk është organ vendimmarrës, por truri. Në vendimet emocionale, truri përpunon ndjenjat dhe kujtimet. Synimi nuk është as lumturia e as zhgënjimi, por përpunimi i situatave përmes proceseve të trurit, kundërshtuar ose mbështetur nga fakte. Rezultati varet nga rrethanat. Kur zemra dhe truri janë në konflikt, cilin duhet ta dëgjojmë? Shkencërisht, zemra është metaforë për emocionet,
ndërsa truri përfshin arsyetimin dhe ndjenjat. Nëse ka konflikt, zakonisht rekomandohet të dëgjosh trurin, sepse ai integron të dhënat, vlerëson rreziqet dhe synon mirëqenien afatgjat. Në vendimarrje, faktet dhe arsyetimi racional janë bazë më e besueshme. A është njeriu më i fortë kur kontrollon emocionet apo kur i shpreh ato? Sipas hulumtimeve në psikologji, forca emocionale nuk matet vetëm me kontrollin apo shprehjen. Truri ynë është më i fortë kur arrin ta rregullojë emocionet në mënyrë fleksibile. Ti kontrolloj kur duhet dhe ti shpreh kur është e shëndetshme. Kjo quhet rregullim emocional dhe është tregues i mirëqenies psikologjike. A mund të ketë dashuri të vërtet pa logjik? Jo, edhe dashuria e vërtet është një proces neurobiologjik. Truri përfshin si emocionet, ashtu edhe arsyen. Ndërveprimi i korteksit prefrontal, i cili vlerëson marrëdhëniet dhe vendimet, me sistemin limbik që përpunon ndjenjat, tregon se edhe dashuria ka logjikën e vet. Pra, dashuria e vërtet përfshin si ndjenjat, ashtu edhe mendimin. Nëse dikush ju ka lënduar, por ende e doni, çfarë duhet të fitoj, zemra apo truri? Shkencërisht, vendimi duhet të bazohet në vlerësimin e trurit. Truri analizon faktet. A është marrëdhënia e shëndetshme? A ka respekt dhe siguri? A është e qëndrueshme? Emocionet që gjithashtu burojnë nga truri mund të ndikojnë, por për një vendim të qëndrueshëm duhet të fitoj vlerësimi racional i trurit. A marrin njerëzit vendime më të mira kur janë të qetë sesa kur janë të emocionuar? Studimet tregojnë se vendimet më të mira merren kur truri është në gjendje të qetë. Kur jemi emocional, sistemi limbik mund të shtrembërojë perceptimet. Në gjendje qetësie, korteksi prefrontal arsyeton më mirë, vlerëson pasojat dhe arrin vendime më të balancuara. Pra, qetësia i mundson trurit një përgjegjësi më të madhe. A mund të na shpëtoj truri nga zgjedhjet e këqija të zemrës? Po, truri mund të na ndihmojë. Ndjenjat e forta që i atribuojmë zemrës janë në fakt procese të sistemit limbik. Ndërkohë, korteksi prefrontal i trurit na lejon të analizojmë rrethanat, të parashikojmë pasojat dhe të marrim vendime më të menduara. Pra, truri mund të na shpëtojë nga vendime impulsive, duke sjellë një vlerësim racional. Në fund të jetës, për çfarë pendohemi më shumë, që nuk dëgjuam trurin apo që nuk dëgjuam zemrën? Sipas studimeve afatgjata, njerëzit priren të pendohen më shumë për veprime impulsive ose vendime emocionale të pamenduara. Kur nuk dëgjojmë arsyen, pasojat afatgjata mund të jenë më të mëdha. Prandaj, shumica e pendimeve lidhen me faktin që nuk kemi dëgjuar trurin dhe nuk kemi vlerësuar qartë pasojat. Nëse do të dohej të zgjedhnim vetëm njërin si udhërëfyse në jetë, cilën duhet ta zgjedhim, trurin apo zemrën? Nëse duhet të zgjedhim, truri është organi që merr dhe përpunon informacionin, vlerëson pasojat dhe mundson vendimet arsyeshme. Edhe ndjenjat që i atribuojmë zemrës janë në fakt të përpunuara nga truri. Pra, truri është udhërëfyesi ynë i plot, pasi integron si arsyen, ashtu edhe emocionet. Pse zemra ka mbetur simbol i dashurisë? Historikisht, kultura të ndryshme i atribuonin zemrës ndjenjat, sepse zemra lidhej me jetën dhe vitalitetin. Me kalimin e kohës, arti, letërsia dhe traditat e përforcuan këtë imazh. Kështu, zemra mbeti simbol i dashurisë, pavarësisht se shkencërisht ndjenjat burojnë nga truri. Cila është e vërteta? E vërteta shkencore është që ndjenjat, përfshirë dashurinë, burojnë nga truri. Zemra është simbol kulturor, por proceset emocionale janë rezultati aktiviteteve neurologjike brenda trurit. Pra, dashuria është e trurit. Kjo ishte intervista me inteligjencën artificiale.